kjo na intereson cilësia, natyrisht bashkë me cilësinë vinë edhe të tjerat, sepse ju thatë që produktet tuaja janë miratuar nga FDA, përveç kësaj janë certifikuar. Edhe nga shteti shqiptar. Edhe nga shteti shqiptar edhe këtu. Ju më thatë ndër të tjera që analizat i bëhen sa në Shqipëri ku keni degën tuaj të përfaqësimit, aq edhe këtu, edhe punonjësit e qytetit Westlandës e miratuan hapjen e këtij dyqani, keni një muaj e sa, më thatë që keni siguruar dhe mundësi për EBT, për personat të cilët kanë karta që marrin ndihmë për shteshat caktuar, Komitetit Shqiptar, për t'ju shërbyer më së miri të gjithëve aty. Më pëlqeu kur diskutuam para praktikisht fakti që thatë që ky dyqan të mos shërbej thjesht si dyqan shitje, po si qendër komuniteti, si qendër bashkëlidhje midis gjithë shqiptarëve. Ne i yshtim, i nxisim të gjithë biznesmenët shqiptar, si puna juaj që kanë pasur tradita në Shqipëri, që edhe në këtë biznes, në biznesin e ushqimoreve, të kemi mundësi të sjellim vlerat tona, të gjejmë klientët tanë, të kemi të gjithë shqiptarët në zonat ku përqendrohen të vinë në këto zona. Ju uroj punë të mbarë, duket organizimi i punës, pastërtia, që është një nga gjërat kryesore të një biznesi ushqimor, duket që sa hyn, duket edhe për kujdesi i punonjësve tuaja që janë gjithë shqiptare, që edhe një pjesë e prodhimeve të ëmbëlsirave do t'i shohim janë prodhime të cilat janë prodhuar në shtëpi, homemade. Nga duart e nënës. Nga duart e nënës. Pra nga duart e nënës mund t'ishte emri tjetër poshtë i dyqanit, ose i dyqanit tjetër, ta uroj këtë, por na duhet tash Euromarket sa ta kuptojnë amerikanët, që këtu ka gjëra cilësore që vinë nga një vend i vogël si Shqipëria, po që ka një traditë të lashtë në sidomos të produkteve me origjinë mesetare, siç është ulliri, vaj ullirit apo djatrat e bardhë dhe kaçkavat. Ajo që ka është interesante, është se Bledi ka menduar edhe për një detaj tjetër që mos më kishte vajtur në mend. Duhem që fëmijët shqiptarë të edukohen me shijen shqiptare. Dhe ka gjë më të mirë se sa ti sjellësh atyre edhe produkte të cilët janë karakteristik të ëmbëlsirave shqiptare. U shoh këtu kurabie. Janë kurabiet, janë mortot Belino që vinë nga trojet shqiptare, janë qibukët, çokollatat e ndryshme, biskotat e ndryshme. Çdo gjë është, mendoj se kjo është plotson një nevojë të përgjithshme të familjeve shqiptare. Ne kemi këtu ëmbëlsira të traditës shqiptare që një zonjë nderuar i prodhon dhe vinë e shiten këtu me mëndzjer mallin e ushqimeve dhe ëmbëlsirave të Shqipërisë, vetëm ti shoh që nga baklavaja deri tek ushqimet e shëndetlie, deri tek mafishet, se s'po i gjeja emrin që parë. Trileçet edhe ajo është. Kemi revanin, kemi pasta tradicionale shqiptare, kemi kek, janë byreqet, janë pak më, që mos harrojmë traditën e gjyshave dhe nënave tona. Edhe tradita shqiptare është mirë që trashëgohet nga brezat e rinj. Pikërisht këtu kam një djalosh të ri student universitar, i cili veç asaj menaxhon edhe punën këtu. Si e ke emri? Dario po studion për informatik, po se ku e gjen informatikën këtu, ai di, por natyrisht ndihmon veten, ndihmon familjen, ndihmon edhe komunitetin shqiptar. Si ndihesh që punon në një ambient me shqiptar, se pash që po i flisje edhe disa vajzave në Shqip aty? Do të thosha që është një kënaqësi shumë e madhe pasi kur emigron në një shtet të huaj, ndjem prapë atë ndjesinë të qenit si në shtëpi, një ndjesi që nuk mund ta replikosh dot në asnjë vend tjetër, edhe gjithashtu është edhe një kënaqësi që të flasësh me bashkëdhetar. Jemi një familje. Më vjen mirë sepse koincidon me atë idenë tuaj të qenë pjesë
komunitetit. E pra të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, është një kënaqësi e veçantë që na sjell mallin e vendlindjes, erat, aromat e ushqimeve shqiptare këtu në Euromarket, në Westland, në këtë dyqan të ri i cili dita ditës po zgjerohet me klientelën shqiptare, ka rreth 100 klient shqiptar që vinë në këtë dyqan të veçantë sepse gjejnë traditën familjare, gjejnë aromat e gatimeve të gjyshës, gjejnë edhe kujtesën e ëmbëlsirave të fëminis, gjenë vajin e ullirit, ullinjt dhe produktet të cilat janë bio shqiptare që si gjenin në vend tjetër, gjenë djathrat të cilët na sjellin atë aromë të baxhove shqiptare këtu në mes të Amerikës. Faleminderit për këtë punë, pronarit të këtij marketi për punën dhe guximin dhe hapin e hedhur në drejtimin e duhur për të na sjell produktet shqiptare në tavolinat tona edhe këtu në emigracion. Dashur teleshikues, po ndajemi këtu, ju falenderoj për punën e mirë. Faleminderit që erdhët, kisha një kërkesë për komunitetin shqiptar, të vinë të na suportojnë, të na sugjerojnë, se këtu nuk kemi vetëm një biznes, jemi një familje, duam që këtu të jemi, të qajmë hallet tona, të shkëmbejmë eksperiencat tona, mbi të gjitha të jemi të bashkuar. Ju falenderit dhe e pres me padurim suportin tuaj. Falenderit.